Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Vision Plus, mirë se erdhët në Ekozon. Do të njihemi për të gjitha zhvillimet ekonomike të ndodhura gjatë kësaj jave. Çmimi i naftës në tregun vendas arriti në kufin të 200 lekëve për litër, ndërkohë qeveria njoftoi ngritjen e një task force e cila do të monitorojë në mënyrë të përditshme çmimet e shitjes me pakicë të karburanteve për të parë nëse ka abuzime të mundshme në treg apo jo. Disa vende në fakt dhe disa shtete përreth po nxitojnë të marrin vendime për të frenuar rritjen abuzive të çmimeve të karburanteve në treg dhe më e fundit është edhe shteti fqinj Greqia, e cila ka kufizuar marzhin e fitimit për operatorët në këtë sektor. Paga mesatare ndërkohë në shkallë vendi arriti në 87.000 lekë në fund të vitit 2025 nga 77.000 lekë që ishte në fund të vitit 2024. Rritja është me gati 8.4%, ndërkohë që rritja më e lartë e pagave është konstatuar në aktivitetet e informacionit dhe komunikacionit. 2 vite nga miratimi në parlament, ligji basteve online ende nuk është bërë efektiv pasi nuk kanë dalë aktet në ligjore. Ministri i Financave njoftoi se është duke u marrë ekspertizë ndërkombëtare për hartimin e këtyre akteve në ligjore që sipas tij do të publikohen së shpejti. Ndërkohë është anulluar gara për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Kompania e mbetur e vetme në garë është tërhequr për arsye ekonomike, njoftoi ministri i infrastrukturës gjatë kësaj jave. Ndërkohë, ne do të ndalemi në emisionin e sotëm tek çështja dhe tregu i hidrokarbureve dhe tek çmimi i naftës që na prek në fakt të gjithëve. Gjatë kësaj jave ne pam që çmimi i naftës arriti pranë kufive të 200 lekëve për litër, duke kulmuar pra në mes të javës me 198 lekë për litër, por që për ditët në vazhdim pati një trend rënës për të mbetur në kufin të 195 apo 193 lekëve, ndërkohë që për shkallëzimi i luftës në lindjen e mesme mbetet ende krijon një pasiguri të madhe lidhur me ecurinë se si do të jetë çmimi i naftës. Por ky reflektim i çmimit në tregun vendas vjen dhe si pasojë e ndryshimit në tregjet ndërkombëtare ku sipas të dhënave një fuçi nafte gjatë kësaj jave kapi shifrën e $100 pra për fuçi, ndërkohë që një kufi i tillë pra nuk ishte hasur më parë që nga nisja e tensioneve në lindjen e mesme. Por përballë kësaj situate, qeveria dhe 3 ministrat konkret, ai i financave, i ekonomisë, por edhe i energjetikës, njoftuan se kanë ngritur një strukturë e cila do të monitorojë në mënyrë ditore çmimet e naftës me pakicë. Ndjekim çfarë ka thënë ministrja e ekonomisë dhe rikthehemi në studio. Ne do të marrim çmimet e placit dhe gjithashtu do të shohim se me çfarë çmimi çdo ganojnë çdo ditë kompanitë e shumicës, për të kuptuar pastaj nga ana tjetër do të mbledhim çmimet e tregut, pra çmimet e tregtimit me pakicë, për të kuptuar se sa janë marzhet dhe a janë marzhet që pasqyrojnë realitetin e çmimeve të bursës apo marzhet janë të tepruara dhe pasqyrojnë një tendencë abuzuese të tregtarëve. Por pavarësisht monitorimit që po i bëhet tregut për sa i përket çmimet që ofrojnë operatorët privat, Shqipëria vazhdon të mbetet një ndër vendet me çmimin më të lartë të naftës që tregton në vend dhe konkretisht nëse do të shohim të grafik që është marrë nga Global Petroleum Prices, është një platformë e cila jep në mënyrë të përditshme, updateon në mënyrë të përditshme çmimin e naftës mes 135 shteteve, Shqipëria rezulton se është mes 10 vendeve me çmimin më të lartë në botë. Kemi në vend të parë Hong Kongun që e ka me 3.3 euro, paktën gjatë kësaj jave flasim çmimin për litër të naftës, kemi Danimarkën, Gjermaninë, kemi Zvicrën me 2.1 euro, kemi Singaporin me 2.1 euro dhe kemi edhe Shqipërinë e cila është në kufijt e 2 eurove, por jemi në të njëjtat nivele të çmimit si ai me Suedin. Por pse Shqipëria ka këtë çmim të lartë nafte? Ministra e Financave, Ministra e Ekonomisë në fakt sqaroi se kjo vjen si pasojë e taksës së qarkullimit. Ndjekim se çfarë ka thënë ministria dhe rikthehemi. Ajo çka e ndikon çmimin është një diferencë e madhe që ne kemi ndërmjet çmimit të naftës në vende në rajon, është taksa e qarkullimit, e cila ndryshe nga vendet e tjera të rajonit paguhet në naftë dhe jo në makina. Pra vendet e rajonit taksën e qarkullimit e paguajnë në makina. Por shumë vende pranesh kanë nisur të marrin masa për të frenuar rritjen abuzive të çmimeve të karburanteve në vend. Po Shqipëria çfarë masash do të marrë? Për këtë do të flasim në emisionin e sotëm, ndaj na ndiqni.
Mirë, në këtë pjesë të parë të emisionit do përpiqemi të kuptojmë pak më shumë se çfarë detyre konkrete do të bëjë task forca e ngritur nga autoritetet lidhur me monitorimin e çmimit të naftës në treg, si dhe çfarë masash mund të ndërmarrë qeveria nëse do të kemi një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit, i cili do të shoqërohet me një rritje të mëtejshme edhe të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe përrjedhoj edhe në Shqipëri, dhe kam kënaqësinë të kem tani në një lidhje direkte ministren e ekonomisë zonjën Delina Ibrahimaj. Zonja Ibrahimaj, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve, përshëndetje. Zonja Ibrahimaj, gjatë kësaj jave ne ju pam Ministrin e Financave dhe atë të Energjisë, të cilët të tre bashkë raportuat se është ngritur një task force bashkë me autoritetin doganor dhe atë tatimor për të monitoruar çmimet e karburanteve në treg. Ndërkohë, paralelisht, një javë më parë kemi dhe një njoftim nga autoriteti konkurrencës, i cili po monitoron tregun për të parë nëse çmimet janë të drejta apo jo. Pse kaq shumë institucione për të monitoruar një treg, karburantesh dhe çmimet e tij? Në fakt janë disa procese dhe çështje të ndara. Autoriteti konkurrencës brenda të gjithë atë kapacitetit që ka dhe si institucion i pavarur, ka një proces të cilin e ndjek dhe ka detyra specifike në lidhje me abuzimet apo me shfaqje të një tregu nëse është oligopolistik apo jo, pra bën kontrollet e veta. Ndërkohë që ne si Ministri Linje që lidhemi me tregun e karburanteve, gjithashtu kemi marrë masat në mënyrë të menjëhershme që prej fillimit të luftës dhe prej bllokimit të kanalit të Hormuzit, që të aktivizojmë të gjitha entitetet shtetërore me qëllim monitorimin sa më të mirë të situatës dhe garantimin e mos spekulimeve apo abuziveve me tregun e karburanteve. Janë në takimin që u bë publik, në të cilën ne ulëm bashkë me tregtarët kryesor të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve, ne diskutuam disa çështje. Si fillim, dhe çfarë është më e rëndësishme, diskutuam mbi rezervën e detyrueshme që kompanitë tregtare kanë për mbajtjen e naftës sipas ligjit, dhe kompanitë edhe me dokumentacion garantuan se rezerva e detyrueshme është. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të bëj më tutje dhe disa monitorime në terren për të verifikuar të gjitha shifrat që ne tashmë i kemi në letra. Pra, ajo që mund të konfirmoj është që ato rezervat janë dhe nuk kemi problematika të lidhura me zinxhirin e furnizimit, që ishte një shqetësim i dytë që ne kishim. Pra, fillimisht u morëm me rezervat dhe me disponueshmërinë e produktit dhe a ka rreziqe që të ketë një mungesë të produktit në tregjet shqiptare. Për këtë u garantuam, pasi pjesa më e madhe e tregtarëve kanë kontrata afatgjata me furnitorët e tyre, të cilët nuk kalojnë nga kanali i Hormuzit, pra nuk ka një rrezik momental për një furnizim të munguar. Në radhë të dytë, Ministri i Financave me institucionet e tij të varësisë ka ngritur një task force me agjencinë, me tatimet dhe me doganat, me detyrimin e përgjithshme të tatimeve dhe doganave, ku në bashkëpunim do të dalin për disa kontrolle në sektorin hidrokarbur, në kompanitë që tregtojnë karburante, në mënyrë për të verifikuar që nuk ka spekulime mbi çmimet, pra që çmimet reflektojnë realitetin. Në rast se do të materializohen raste të cilat tatimet dhe doganat do të marrin informacion në bazë të kontrolleve që do të bëjnë, që kompanitë i kanë rritur çmimet në mënyrë spekulative, ndonë se kanë pasur rezerva me çmime të tjera, atëherë do të ndiqen procedurat sipas kodit të procedurave tatimore dhe doganore për vlerësime të ardhurave dhe të llogarive të bizneseve. Ratë të tretë, neve diskutuam, pra u takuam bashkërisht dhe diskutuam për çmimet dhe për nivelin e çmimeve në tregun vendas, dhe këtu bëhet fjalë për çmimet me pakicë, që prej më shumë se sa një javë tashmë ne kemi filluar të monitorojmë në bazë ditore çmimet,
duke u nisur nga çmimet e bursës për produktet që tregtohen në Shqipëri, duke vazhduar me çmimet në të cilët produkti zhdoganohet dhe duke vazhduar gjithashtu me çmimin në treg. Pra janë 3 çmime që neve po i monitorojmë me bazë ditore, të cilat na tregojnë se si po shkon tregu, se sa po reflektohet çmimi i bursës në çmimet stabilet dhe sa shpejt po reflektohet ai. E vërteta është që ditët e fundit ne kemi pasur një reduktim të çmimit, pra nëse në datën 10 që ishte kulmi i çmimit, po që arriti afër 200 lekë për litër. 198 lekë për litër, sot mesatarisht në treg nafta tregtohet me 192 lekë për litër. Pra kemi pasur një reduktim, i cili është edhe një pasqyrim i ecurisë së çmimeve të bursës, të cilat kanë pasur një tendencë rëndëse në gjatë javës së fundit. Megjithatë, siç thash, ne po e monitorojmë në bazë ditore për të kuptuar se si reagon çmimi i tregut, se si ecën çmimi i naftës, dhe në rast që çmimet do të rriten në mënyrë të përshpejtuar, të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare, ne, siç e thash, Sonja Ibrahimaj. Ja, vetëm ta mbaroj, lutem, kemi bordin e karburanteve, transparencës, i cili është një mekanizëm ligjor, i cili është futur në ligj në vitin 2022, të cilin ne mund ta aktivizojmë sa herë që ka problematika të rritjes së shpejtë të çmimeve të karburanteve me qëllim mbrojtjen e konsumatorit. Po, dakord. Do presim për bordin sepse ju thatë që nuk është ende koha. Por meqense thatë keni nisur monitorimin me bazë ditore, edhe institucionit tatimeve së bashku me dogana duke ngritur një task force për të parë çmimet e shumicës dhe pakicës. Po, pse duhet ngritur kjo task force, zonja Ibrahimaj, për shembull kur çdo çmim ne kemi në kohë reale, pra shteti mund ta monitorojë online edhe si pasojë e sistemit të fiskalizimit. Për çfarë nevojitet ky sy i shtuar, le të themi, në treg? Task Forca nuk ka për detyrë monitorimin ditor të çmimeve. Task Forca ka për detyrë kontrollin dhe verifikimin e rasteve spekulative. Pra nuk bëhet fjalë për një task force të ngritur nga tatimet dhe nga doganat për monitorimin e çmimeve. Monitorimin e çmimeve po e bën i gjithë është një ekip i cili përbëhet nga Ministria e Ekonomisë, nga Ministria e Financave dhe nga Ministria e Energjetikës, të cilët secili me të dhënat e veta monitorojnë zhdoganimet, çmimet e zhdoganimeve, çmimet e shitjeve dhe në bazë të dhënave të gjithë secilit ne bëjmë këtë analizë ditore. Pra nuk është nevojshme dalja në terren për monitorimin e çmimeve, pasi tashmë neve sistemet i kemi dhe sistemet na furnizojnë me të dhëna për të na informuar mbi situatën në treg. A kemi ndonjë sport ka për qëllim analizimin e kompanive nëse ka pasur raste apo jo të spekulimit me çmimet, ndërsa monitorimi bëhet në bazë të databazave dhe ne kemi një tabelë ditore që na informon mbi ecurinë e tregut dhe gjithashtu na mban në alert nëse neve duhet apo nuk duhet të ndërmarrim nisma të cilat shkojnë në drejtim të mbrojtjes së konsumatorit. Në këto ditë të para të kësaj task force, a keni ndonjë sinjal, ndonjë feedback lidhur me çmimet që aplikohen sot në treg apo ende? Keni një pasqyrë, domethënë mund të ketë ndonjë abuzim apo jemi në normalitet? Ne nuk kemi akoma një raport nga Task Forca. Në momentin që Task Forca do ketë gjetje apo do ketë gjetje mbi kontrollet nuk janë kontrollet të cilat bëhen në brenda ditës apo nga të dhëna sistemesh, pasi nuk kemi asnjë sistem në të cilin të na thotë se sa karburant ka apo nuk ka pasur në depozit një pikë shitje me pakicë. Pra nuk e kemi inventarin e karburanteve në kohë reale, ndaj dhe është e nevojshme që të shkohet dhe të bëhet kontroll fizik. Pra nuk kemi një informacion nga Task Forca, ndërkohë që për çmimet, thash, në bazë të monitorimit ditor të çmimeve që ne kemi bërë, çmimet reflektojnë ndryshimet e çmimeve të bursës, pra duket sikur situata është në kontroll në bazë të dhënave që kemi në dispozicion. Dakord, zonja ministre, ju
ju thatë se edhe nga biseda që keni zhvilluar, takimi që keni zhvilluar me operatorët e fushës, është arritur në konkluzionin që nuk do të ketë mungesë të këtij produkti në treg për shkak se operatorët i kanë rezervat. Ndërkohë, paralelisht thatë se është edhe në monitorim të përditshëm çmimet e pakicës, por a mjaftojnë vetëm këto dy, le të themi, masa apo nisma, pasi a ka nevojë për të patur ndonjë ndërhyrje apo rishikim të modelit të tregut? Kur them rishikim, kam parasysh faktin që kjo sasi karburanti që shitet sot me këto çmime është e blerë ndoshta 1 apo 2 muaj më herët. Por fakti që zhdoganohet me çmimet aktuale dhe paguhen taksat për çmimet aktuale të tregut, bën që këto tarifa ose këto çmime të tregjeve ndërkombëtare të reflektohen në mënyrë të menjëhershme në tregun vendas. A ka vend për ta ripar këtë lloj modeli që aplikohet prej vitesh në fakt? Ne për hir të së vërtetës e kemi bërë dhe publike që jemi duke punuar për 2 procese. Në radhë të parë edhe në kuadër të integrimit evropian, në detyrimeve që ne kemi në këtë drejtim, duhet që të parafrojmë direktivat e Bashkimit Evropian me qëllim që të kemi një entitet shtetëror i cili mban një rezervë të detyrueshme 3 mujore për karburantet. Dhe kemi gati një draft të një projekt ligji me modelin e përzgjedhur, të cilin shumë shpejt do ta bëjmë publik pasi jemi ende duke bërë rakordimet e fundit. Kjo është një komponent. Komponenti i dytë lidhet me një tjetër deklaratë që ne kemi bërë para disa muajsh, të cilën jemi në punë sipër për ta zbatuar, për pasjen në treg të një operatori shtetëror shumice të karburanteve. Kjo gjithashtu është një punë në proces, të cilin ne jemi duke e finalizuar, në të cilin duam që me qëllim gjithmonë në mbrojtjen e konsumatorit të krijojmë këtë entitet shtetëror i cili do të shërbejë si grosist dhe do të bëjë pikërisht atë që juve thatë, pra që të mos blej dhe zhdoganoj me çmimin ditor, por që të ketë një sasi furnizimi e cila do të shërbejë për të stabilizuar dhe tregun. Pra do të shërbejë si një amortizator në treg. Jo, janë të 2 punë që janë në proces, neve sapo të kemi patjetër një mënyrë funksionimi, do ta bëjmë publike dhe ta vendosim në dispozicion të publikut. Jemi duke punuar intensivisht për të finalizuar të 2 këto projekte, pra qoftë të rezervës së detyrueshme 3 mujore, qoftë të agjencisë që do të mbajë rezervën e detyrueshme 3 mujore, qoftë dhe të një operatori tregtar shtetëror. Zonja Ministre, edhe një pyetje të fundit të lutem. Shtete pranesh, duke nisur që nga Kosova, por edhe Serbia, por edhe Greqia, kanë ndërhyrë duke marrë vendime ose të kufizojnë marshin e fitimit të kompanive në sektorin e hidrokarbureve, por por rishikojnë mundësinë edhe të politikës fiskale duke ripar taksat që aplikohen mbi naftën dhe produktet e saj. Por Shqipëria, a ka në plan të ketë një rishikim apo një ndërhyrje apo një mas të kësaj natyre? Unë thash që ne kemi legjislacionin në fuqi, i cili na lejon që nëse çmimet do të rriten në mënyrë të shpejtë dhe eksponenciale, neve do të futemi në një regjim tjetër të përcaktimit të çmimeve të karburanteve, i cili është një regjim ku ka një formulë të specifikuar në ligj, është një akt normativ që ne kemi miratuar në vitin 2022 dhe në bazë të asaj formule përcaktohet çmimi maksimal i shitjes në shumicë dhe çmimi maksimal i shitjes në pakicë. Pra, në momentin që çmimet do fillojnë të rriten në mënyrë të përshpejtuar, ne kemi alternativën të gatshme, ligjore, për të futur në këtë regjim. Kjo sa i takon karburanteve dhe marzheve të fitimit të karburanteve, që është një ndërhyrje ligjore që pjesa më e madhe e shteteve është duke ndërmarrë. Nga ana tjetër, sigurisht që ne gjatë gjithë kohës analizojmë sistemin e taksave dhe sigurisht që qëllimi ynë
i gjithmoshëm është ekonomia shqiptare të impaktohet sa më pak nga krizat dhe që buxheti i familjeve shqiptare të impaktohet sa më pak nga krizat. Ne për këtë arsye monitorojmë në bazë ditore jo vetëm çmimet e karburanteve, por edhe çmimet e energjisë në bursa dhe çmimet e ushqimeve për produktet kryesore të shportës, me qëllim që të shohim luhatjet e ndryshme dhe se si përcillet ndryshimi i çmimeve të karburanteve në sektor të tjerë, dhe pa diskutim që në diskutimet tona të brendshme kemi alternativa të ndryshme për se si ne do të veprojmë nëse do të materializohet një skenar apo një skenar tjetër në ekonomi. Ne kemi treguar në vitin 2022-2023 kur çmimet u rritën në mënyrë të jashtëzakonshme. Po, që patëm dhe bordin edhe të çmimeve të ushqimeve. Bëm ndërhyrjet e duhura dhe në fakt ajo që ndodhi ishte që inflacioni në vend ishte më i ulët se sa në çdo vend tjetër të rajonit dhe të Europës dhe nuk u materializua as ngadalësim ekonomik, as rënje punësimit, pra dham incentivat e duhura dhe stimujt e duhur në mënyrë që tregu të mos ngadalësoj, duke u munduar që të ndërhyrim sa më pak në të. Të njëjtën gjë jemi duke bërë tani, jemi në një regjim ku kemi një komunikim të vazhdueshëm ndërmjet ministrive përgjegjëse me qëllim që të monitorojmë në bazë ditore dhe të diskutojmë për gjithë skenarët që mund të materializohen dhe politikat që neve mund të ndërmarrim nëse skenarët materializohen. Duke shpresuar që mos kemi në rritje të mëtejshme të çmimit të naftës, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e dytë të emisionit të flasim për tregun e hidrokarbureve dhe konkretisht për një standard apo një kërkesë ligjore që kërkon Bashkimi Evropian, atë të rezervës që duhet të mbajnë operatorët apo Shqipëria për 3 muaj importe apo edhe për 2 muaj konsum. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për tregun e hidrokarbureve që si çdo sektor tjetër do t'i nënshtrohet rregullave dhe standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Konkretisht, një nisëm ligjore e hedhur për konsultim në platformën konsultimet publike në tetor të vitit të kaluar parashikon që Shqipëria duhet të ketë disa rezerva sigurie, rezerva të cilat janë të barazvlefshme me 3 muaj importe ose me 2 muaj konsum, që në shifra përkthehen në një rreth 240.000 ton naftë dhe nën produkte të saj të cilat duhet të ketë Shqipëria rezervë. Paktën kjo është edhe një direktivë, pra siç e thash, që parashikon Bashkimi Evropian. Sipas tabelave që shoqërojnë këtë nisëm ligjore, për vitin 2025, pra do parashikohet të ngrihet një ent shtetëror i cili të merret me të gjithë menaxhimin e kësaj rezerve sigurie. Por e gjithë ky proces ka edhe një kosto që sipas parashikimeve të ekspertëve mund të arrijë në një kosto vjetore prej afro 300 milion euro. Por kush do t'i paguaj këto kosto? Nëse kjo direktivë apo nëse kjo nisëm ligjore do të miratohet nesër. A ka Shqipëria kapacitete magazinuese të këtyre përmasave? Për të analizuar në këtë pjesë të dytë të emisionit, i ftuari im është zoti Eduard Gjokuta, që është edhe drejtori i qendrës Altax. Përshëndetje, faleminderit që jeni kozon. Faleminderit. Edi, ne gjithmonë kemi thënë që antarësimi dhe të plotësimi standardeve dhe kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në një farë mënyrë është një lloj dallge kaq e madhe financiare sa që jo të gjithë arrin ta kuptojnë realisht efektet që pritet të kemi në vazhdim. Por kjo nisëm ligjore në fakt që siç e thash është hedhur për konsultim që në tetor të vitit 2025 për të patur rezerva. Sa e mundur është për të konkretizuar në ekonominë tonë? Po kjo zvendëson atë që është ligji në fuqi, nuk se ligji në fuqi nuk parashikon të ketë rezerva, dhe natyrisht e gjitha vjen si zbatim i direktivës Bashkimit Evropian të vitit 2009, por edhe për shkak se vendet antare natyrisht që e kanë adoptuar të direktivë, por edhe vendet që duan të aderojnë dhe Shqipëria është dhe pjesë e komunitetit të energjisë, pra ka aderuar në këtë nismë që është europiane dhe është detyruar që gjithsesi të bëhet pjesë jo thjesht në mënyrën formale, por me atë që ju përmendet me të drejtë, pjesa e kapaciteteve dhe kostove të cilat e prevalojnë të ligj për te atyre çfarë kanë nevoja të përditshme. E para njëherë këto kosto duhet të ishin shpërndarë nëpër buxhetet vjetore
vendore, për arsye se kemi një situatë të përmbysur që ndërsa në Bashkimin Evropian vendet mesatarisht duhet të kenë një depozit minimale deri në 90 ditë të themi, ajo 3 muajshi, që i bie me atë pjesë që i përket importeve neto të naftës, apo 61 ditë konsumi, dhe të gjitha këto në qënë ato shifër që përmëndej paka shumë deri në 300.000 tonë të përkthyer për Shqipërinë. Tani, që ndodhë që në momentin që ne po flasim, ende për te i daljeve publike nuk kemi një deklarim zyrtar nëse qeveria është mjaftuar me vetë deklarimet e subjekteve, apo kjo rezervë ekziston akoma. Pasi janë 2 vende të themi, ose 2 drejtime ku mbahen. Njëra është operatorët e privat apo industria, dhe tjetra është vetë shteti. Dhe në momentin që neve kemi një shifër të përmendur nga vetë deklarimet që i afrohet tyre qasjes minimale, ku me të drejt duhet jetë jo vetëm nafta e përditshme, por dhe nafta bruto që e marrim si pjesë e koncesioneve, por dhe benzina, por dhe deri te gazi lëngshëm dhe ajo që quhet vajguri apo karburanti për avion. Të gjitha këto në vetë besoj që janë, por cili është problemi? Problemi është që neve, tashmë vim në Shqipëri, në kontekstin europian, janë të shpërndara sa ka industria, pa rafinerit, apo të themi tregtar dhe grosistët, sa dhe ato që mund të quhen rezerva shtetërore, apo vetë agjensitë shtetërore. Në fakt në Shqipëri 90% e kanë privatët në logjistikën e përditshme të tyre, pra nuk ka natyrisht depozita të veçanta apo të përcaktuara. Pra është e pjesa e rotacionit të mallit. Kurse 10% është e një agjensi e cila është Alpetroli përgjithsisht, por edhe ndonjë depo shpërndarje që ka ngelur si varësi e atyre çfarë janë në qasje lokale. Ne sot që po flasim, Edi, ne kemi ligjin në fuqi që i detyron operatorët që t'i kenë 3 muaj rezerva. Kjo nisëm ligjore që është hedhur, siç e thash, pra në tetor, çfarë risie sjell sipas? Atëherë, së pare një herë e konsideron vërtet strategjike këtë. Pse e konsideron? Deri më sot, rezervat janë të fragmentuara, të mbajtura aty ku i kanë operatorët, të vetë deklaruara, ajsa thonë ato, por jo të monitoruara dhe të kontrolluara fizikisht, dhe ky raport do t'i vlente për qetësim tregut dhe operatorëve të biznesit. Dhe nga ana tjetër, ka një autoritet përgjegjës, siç ka qenë dikur para 90-s, pra për rezervat e shtetit që quhen. Apo tashmë ky ligj e përcakton një autoritet, një agjensi për rezerva strategjike, i cili përshtatet me atë çfarë kanë gjithë vendet e Bashkimit Evropian, me qëllim që të ketë një centralizim, të dihet ku janë të shpërndara dhe të jenë të gatshme të tilla që jo thjesht të gjendjen në momentin e fundit, por të disponueshme në emergjencat që nuk të pyesin. E gjitha kjo, ligji i ri mbi një konfigurim detyrues, njësoj si ligji i parë, pra detyrimi ligjor është, dhe në momentin që neve tashmë e shikojmë që ligji nuk është zbatuar, po t'ishte zbatuar, do të na e kishin deklaruar, natyrisht do të fillohet kërkohet llogaria, sepse pas krizës së vitit 2022, pati një krizë e cila i tronditi vërtet themelet e çmimeve, nuk janë marrë ato masa të tilla që të dilet në atë lloj niveli që sa kapacitete kemi të mundura, të cilat vërtiten rreth minimumit, por nuk janë, dhe sa duhen ndërtuar të reja. Pra, ajo që përmendet ju deri në 300 milion euro kushton vetëm malli, pra karburanti, ndërkohë do të duhen 200 deri në 300 milion euro të tjera për të ndërtuar kapacitete, qoftë nga shteti i cili nuk i ka, apo qoftë për të zvendësuar. Po zë një shembull, rafineritë e naftës që kishin dhe ato detyrimin për të mbajtur depozita. Në momentin që ato janë prishur aty ku kanë shkuar për skrap, natyrisht që duhet ishin të zvendësuara. Nuk ka një informacion nëse janë zvendësuar apo jo nga agjensi shtetërore apo agjensi e naftës, apo të jenë ndërtuar të reja. Nga ana tjetër, terminalet portuale, të cilat janë dhe ato të detyruara të mbajnë të ngurtësuar në një farë mënyrë, jo pjesë e biznesit të tyre të përditshëm, një sasi nafte, Porto Romano apo ajo çfarë është në Vlorë. Pjesa tjetër ka të bëjë me depozitat të caktuara që kanë grosistët e shumicës, por dhe ato çfarë janë depo shpërndarje të karburante. Pra, këtu depozitohet karburanti se është malli veçantë, kuptohet, nuk ke nga ta. Plus ato çfarë janë rezervat të caktuara që mund të jenë për raste lufte shumë emergjente, nëntoksore, po unë dyshoj që këto dhe mund të jenë informacione disponueshëm, nëse ekzistojnë. Zoti Gjokutaj, supozojmë se kjo nisëm ligjore miratohet. Ne thamë që pak a shumë 300 milion euro do të nevojiten për të blerë produktin.
Dhe nuk e di se sa milion euro të tjera nevojiten për të ngritur kapacitetet magazinuese të këtij produkti për rreth 240.000 tonë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ky ligj gjen miratimin, çmimi i naftës në treg sa do shkojë? 300 lek litri? Besoj që këto janë super koste. Besoj që nuk do blihet deri të shkojë deri aty, pra se mbi të gjitha është kosto. Ideja është domethënë që kjo do të shoqërohet me një kosto që në finale do përfundoj tek ne, tek konsumatorët. Nëse për shkallëzimi do të vazhdoj nga gjasat për te 4 javëve, para tregu botëror ka planifikuar... Jo, për pos zhvillimeve, thash, kjo direktive BE-s, që do miratohet një ditë, është e detyrueshme. Kur të nis zbatimin me këto kosto të shtuara, çfarë duhet të presim ne? Duhet të presim rritje të mëtejshme? Kostot do shpërndahen, natyrisht, nuk se do të transmetohen në 1 apo 2 vite fiskale, dhe ajo çfarë duhet të ishte bërë, tasmë nuk është bërë, por duhet të filloj me se s'bën për arsye se nga sa duket krizat gjeo-ushtarake apo ato çfarë kanë të bëjnë me rezervat e lëndëve natyrore, pra dekse, do të vazhdojnë dhe në të ardhmen. Në këtë mes, besoj që fillimi i ndërtimit kapaciteteve është i domosdoshëm dhe nga ana tjetër, ajo politike e cila nuk ka të bëjë thjesht vetëm me depozitën e sigurisë, por me diversifikimin, pasi sa do të ndërtohet, kapacitetet e Shqipërisë nuk mundet dot të arrin dot, se nuk mban as buxheti as kapacitetet e firma. Vendet e BE-s praktikojnë deri në 40% i depozitojnë në vende fqinje apo do me thënë marrin me qira ambiente të tilla që të plotësojnë kapacitetet e munguara. Nuk e dim këtë informacion, pra kemi shumë nuk e dim në thonjza, të tillë që të japim të kuptojmë se vërtet tregu jon njërë sa e ka situatën aktuale, për të ditur pastaj se sa do të hy me ligjin e ri. Në momentin që këto nuk janë bërë ligj i ri, ngelet vetëm në letër, siç kemi sot në letër rezervat e sigurisë që nga deklaratat paktën publike zyrtare, neve nuk kemi më shumë se sa 1 muaj, siç thuhet në rastin më të mirë, rezerva të depozituara, por dhe këto te sektori privat, pra te industria, e cila në vetë deklaron ato gjendje që ajo është vulnerabël të deklaroj. Pra, në këtë rast, tatimit për shembull, në momentin që deklaroj që është kjo situatë, siç u tha, duhet të jepni një garanci që ne kemi bërë kontrollet e inventareve bashkë me inspektoriatin, me qëllim që çfarë ndikon perceptimi të jetë i tillë që nuk është vetëm punë sigurie, por është dhe punë garancie që këto që kemi të paktën do të na funksionojnë. Edi, dakord jemi me këtë. Okej, këtu ka 1 muaj, le të themi, importe të siguruara, çfarë tregon që produkti nuk do mungojë në treg, por paralelisht me këtë situatë, a mendon se duhet ketë një rishikim edhe të modelit të tregut, të mënyrës se si funksionon ky treg? Kam parasysh këtu faktin që çfarë rëndësie ka nëse ne kemi 3 muaj rezerva apo kemi 10 muaj rezerva. Në fund, çdo ganimi bëhet me çmimet e ditës së sotme. Pra pavarësisht se e ke marrë para 1 viti, 1 muaj apo 10 ditësh, ti aplikon çmimet që janë rritur sot. Po. A duhet të ndryshojë ky mekanizëm? Apo është i drejtë kështu funksionon në çdo vend? Kjo pjesa e mënyrës se si kur lëshohet malli në treg, pra kemi të bëjmë me agjenci të depozita pranë terminaleve doganore se portuale, natyrisht që është huazuar nga Europa dhe funksionon e tillë. Ajo çfarë duhet të ndryshonte në Shqipëri është shpërqendrimi i tregut. Pra kemi një treg të përqendruar i cili nuk zbaton rregullat e konkurrueshmërisë dhe nga ana tjetër kemi edhe një treg shumë të fragmentuar bazuar mbi informalitetin, pasi në një farë mënyre Autoriteti i konkurrencës vërtet mund të ketë bërë hetime të tregut, por nuk ka dalë në një konkluzion që kemi vërtet të bëjmë me një treg të përqendruar i cili se në momentin që kjo dilet, por në momentin që nuk konkludohet kjo, atëherë tregu do vazhdoj të ngel njësoj. Pra, është ai autoritet i cili merret me këtë pjesë të mënyrës se si monitorohet përqendrimi i tregut. Ky është fakt që tashmë ne kemi të dokumentuar nga ato çfarë janë regjistrimet e biznesit që 3 deri në 4 operatorë janë të mëdhenj ose që qarkullojnë dhe natyrisht ata kanë krijuar dhe kanalet e tyre të shpërndarjes, pra ndërmjetësit. Ato kompani që çojnë te pikat e pakicës, të cilat vetvete në një pjesë të madhe nga një studim tregu dominohen nga pikat e shumicës për arsye jo vetëm të furnizimit, por edhe të mënyrës se si janë ndërthurur pronësitë e bizneseve. Dhe në këtë kushte, bëj çfarë të duash çmimit, ata vendosin çmimin e tyre oligopol, që quhet, dhe justifikimi se taksat janë më të larta, natyrisht qëndron se 55% tashmë dihet që te fundorja. Por
Ne po flasim për atë pjesën 45% që në qoftë se ti e shumëzon me 50 lek është tjetër vlerë dhe në qoftë se e shumëzon me 100 lek është tjetër vlerë. Dhe kjo diferencë nuk ka pse transpozohet në treg, pra. Këtu flasim. Çdo ganimi vazhdon rolin e tij dhe është i tillë. Zoti Gjokutaj, këtë të premte kryeministri tha se shumë shpejt do të ndërhyjë në tregun e hidrokarbureve duke krijuar një entitet shtetëror, një operator që do të merret me tregtimin me shumicë të naftës. Në fakt është një fjali që e ka thënë ose një nisëm që e ka thënë edhe herë të tjera, por merr pak më shumë vlerë tani pikërisht në situatën kur kemi këtë realitet me çmimin e naftës. Edhe ke nafta kishte mbetur pa patur një entitet shtetëror, se në të gjithë sektorët tashmë i kemi. Çfarë vlerë ka ose çfarë vlerë të shtuar mund të sjell një kompani e tillë nëse do të gjejë zbatim si Më shumë është një hap politik, do të përpiqet të qetësoj deri diku tregun. Natyrisht që krijimi i kompanie nuk është ndonjë vështirësi, problemi është mënyra se si ajo futet në treg, sa e kufizon lirinë e tregut, pasi shteti duhet ta paksoj rolin e tij. Aq më tepër në një vend si Shqipëria që ka një treg të vogël dhe ndërhyrja e shtetit në mënyrën se si ai patronazhohet nga influenca dhe interesa të caktuara, natyrisht që nuk është më vetëm punë shteti në termin klasik, por është ndërhyrje në atë çfarë bizneset kanë planifikuar. Dhe në momentin që ti u ndërhyn bizneseve, natyrisht që duhet të jesh i tillë që të marrësh në konsiderat se sa dëm e u krijon, pasi do hysh te pjesa e territorit që bëhet në aq biznes bëhet në Shqipëri. Momentin që kjo nuk është se hyrja një operatori do të liroj tregun, pasi ne kemi parë qasje të tjera dhe nuk kanë ndikuar. Mund të amortizoj, mund të krijoj. Mundet, por unë nuk besoj për arsyen e thjeshtë se nga e thëna në të bërën neve kemi parë që nuk arrin dot ka shumë firot në aspektin e transmetimit të politikave dhe nga ana tjetër nuk mund të konsiderohet një nismë e nevojshme përderisa legjislacioni në fuqi arrin që në momentin që bëhet i zbatueshëm në masën 100% për depozitat e sigurisë, për mënyrën e luftimit të informalitetit i cili ka qenë një nga kryenismat që në vitin 2014 të paktën është nisur disa herë betejë dhe nuk është fituar nga sa duket dhe e gjitha kjo vete pastaj tek ta grosistët e mëdhenj, të cilët në vetveten nëse kontrollohet, nuk ka gjasa që të kemi këtë lloj firo. Mos harrojmë për shembull koncesionet e famshme, të cilat shtetërore ishin po dhëna me koncesion për shënjestrimin apo të themi atë ngjyrosin e karburantit, i cili vetvete nuk ndikoi pothuajse fare në treg, pati një ndikim momental. Pra nisma të tilla më shumë janë në një farë mënyre për të ashtu trollosur mendjen e publikut se sa për Zoti Gjokutaj, në fakt vende pranë nesh kanë ndërmarrë vendime për të ndërhyrë në treg për të frenuar rritjen abuzime të çmimeve. Greqia, Kosova, Serbia dhe shumë vende të tjera. Qeveria jon është e mendimit që është ende herët për të ndërhyrë në treg me mekanizmin e bordit të transparencës, atë që mbetet në fuqi, por që për momentin sipas edhe deklarimit që bëri ministri Ibrahimaj, tha se nuk është ende koha. Sipas jush, është momenti apo jo? Po besoj që më së shumti qeveria ka një farë intimidimi politik nga gjasat që ndodhen në 2022 me bordet, të cilët në vetvete dështuan, nuk është se patën sukses, legalizuan ato çmime të cilat u dakortësuan pikërisht me këtë treg të përqendruar dhe nga ana tjetër nuk ndihmuan në një transparencë, pasi ishte bord transparence, të tillë që të na jepte të kuptonte që vërtet u kufizuan marzhet e fitimit. Thjesht ne duhet të besonim që ky çmim është përcaktuar nga qeveria dhe vetëm kaq. Mbledhjet ishin të mbyllura, shumë opake në aspektin e mënyrës se si operoi, pavarësisht se u përpoqën të na transmetonin. Tani të vemi të tregu kosovar, përmos vajte tregu grek i cili ndjek disa rregulla të standardeve të Bashkimit Evropian. Tregu kosovar ka një transparencë të paktën 2 herë, do thosha më herë. Dhe reaguan më një herë? Më të lartë se ne. Ka një mënyrë të qarkullimit dhe të tregut të tillë jo si në Shqipëri, edhe pse ngjason se ne treg ballkanik jemi, por nuk ka këtë lloj koncentrimi të kapitalit edhe të mënyrës së operimit. Dhe reagimi i tyre është i tillë se e gjin me vend pasi kanë ndërmarrë dhe nisma të tjera. Pra, ngritja e bordit nuk është të themi politika fundore, pasi ke bërë gjithë detyrat, pra pasi ke garantuar depozitat e sigurisë, vërtet jo në letër, pasi ke arritur që informalitetin ta kesh vënë poshtë dhe jo të vëra i ty poshtë në aspektin e gjerë të fjalës. Në momentin që
tregu vërtet ka hyrë në një fazë diversifikimi, pra ka një planifikim që sa do përdoren naftë, sa benzinë, sa energji elektrike, dhe në momentin që e gjithë qeveria i ka bërë detyrat, pra institucionet në tërësi, dhe janë të planifikuara, ka edhe një garanci tregut, natyrisht dhe bordi plotëson atë pjesë të vetën. Por nëse shikon vetëm bordin si zgjidhje dhe nëse bën sikur mendohesh, pasi këtu s'ka shumë për të menduar, o do ndërhysh, pra bordin nëse do të ndërhysh, do të ndërhyr në moment pse si prit të themi që ndalon atë fluksin. Por ç'bord të krijosh tu kur bordi i krijuar në vitin 2022 me një intensitet të rritjes së çmimit shumë të vogël. Tashmë Goldman Sachs për shembull që janë nga ato parashikuesit e saktë të themi në tregun e parashikuesve, e konsideron këtë krizë 17 herë më të fortë në aspekt me atë të Rusisë, që do të thotë që fluksi është i tillë që përcjellja në tregje nëpërmjet rritjes së çmimeve të transportit, logjistikës, primeve të sigurimit, magazinazhe, se i rrisin të gjithë zinxhir dhe janë bërë të gjithë bota. Nuk është dhe fut dhe këtu hym në Shqipëri elementin spekulativ të tregut që vjen sa nga pasiguria, sa nga ndërhyrja e shtetit. Kjo ndërhyrje e shtetit prodhon rritje çmimin vetvete, prodhon dhe informalitet, se kur shteti do të ndërhyj, do të ndërhyjë te tregu. Pra ajo ai lajmi. Ne kemi bursë, po të kishim bursë, një thënie e shtetit të thotë që unë do hyj në treg, i bie që të ndërhysh në planet e 1200 bizneseve. Dhe tu dalësh atyre përballë, tu thua shikoj, do të vi, do të bëjmë pjesë tuaja. Dhe unë jam Pse mendon që një deklaratë është kaq e efektshme në tregun tonë? Jo, po privatët, edhe pse s'ka bursë marrin masa dhe pasiguria që mund të prodhoj një ndërhyrje e caktuar, se ata mendojnë çfarë mund të ketë dhe në mendje nesër pas nesër, rrisin çmimin. Këtë bëjnë shqiptarët. Po pra, e kuptoj. Nga pasiguria, më shumë nga pasiguria. Pra bordi çfarë e jep të qetësim tani se nuk është nevoja punë eksperti pa eksperti, por kjo siguri jepet nëpërmjet koordinimit dhe një maturie. Nuk është thjesht mendojmë s'mendojmë. Pra, më shumë të shpresojmë që mos të kemi luhatje të çmimit në tregje ndërkombëtare, se sa mund të kemi efekte nga këto masat, siç është regjimi i bordit të transparencës. Besoj që po. Okej, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Kënaqësia ime. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë. Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe jemi konkretisht në rubrikën Infozon, ku fokusohemi më së shumti tek bizneset që sjellin një vlerë të shtuar në ekonomi, dhe konkretisht në këtë pjesë të fundit do të ndalemi tek Intesa Sanpaolo Bank Albania, e cila është pjesë e Intesa Sanpaolo Group dhe është vlerësuar si banka më e mirë për vitin 2025 për sa i përket standardeve mjedisore që ajo aplikon në financimin e projekteve. Vlerësimi në fakt është dhënë nga revista prestigjioze Global Banking dhe Finance Awards, dhe ky çmim vjen si një kontribut për përkushtimin dhe vizionin e bankës ndaj parimeve mjedisore që ajo aplikon. Por kush janë projektet që financon Intesa Sanpaolo Bank Albania, dhe mbi gjitha a është gati ekonomia jon për të implementuar apo për të zbatuar standardet mjedisore kaq të nevojshme në realitetin ton? Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të tretë emisionit të flas në studio me zonjën Eda Husa, që është drejtore e ESG-s në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Tani Eda, përshëndetje, faleminderit që jeni e Kozon, por pikë së pari ti shpjegojmë publikut çfarë do të thotë ESG, që është një terminologji në anglisht, por që në Shqip nuk kemi një të tillë. Fatkeqësisht në Shqip nuk kemi një të tillë, dhe është pyetja që unë jam më shpesh që duhet i përgjigjem, duke filluar që nga prindrit e mi, jo më larg se sa familja. Atëherë, ESG ka të bëjë me parimet që ndjek banka, parimet mjedisore, pra ndikimin që ne kemi në mjedis, sociale, pra environmental, social, sociale, cili është kontributi jon për komunitetin, punonjësit, por edhe klientët tanë, dhe governance, apo mënyra e qeverisjes së bankës për sa i përket transparencës dhe politikave të saj të brendshme në qeverisje, pra mirë qeverisja e institucionit. Kjo është në vija të përgjithshme pra, unë do ta përmbledh edhe gjatë bisedës, do t'i them për standardet mjedisore që ju zbatoni, që ta kuptojnë të gjithë. Shumë dakord, kemi dhe diçka sociale brenda, kemi dhe governance, por qëndrojmë tek mjedisoria dhe jemi shumë në rregull. Atëherë, për sa i përket ky vlerësim për Intesa Sanpaolo Bank Albania. Okej, neve ky nuk është thjesht puna jone e përditshme, ne kemi një strategji e cila është pas gjithë
të kësaj pune të bërë, fillon që nga grupi jonë, i cili ka një vizion ku në një nga 4 pikat e biznesit, kryesore të biznesit, është ESG ose qëndrueshmëria. Pra ne synojmë të financojmë projekte të cilat ka një ndikim mjedisor sa më të lartë dhe ne në të njëjtën kohë punojmë edhe që aspekti social i klientëve tonë të trajtohet, por ndërkohë dhe të gjenerojmë fitim në të gjithë këtë proces. Pra strategjia, ajo që e mbështet të gjithë këtë çmim, por ndërkohë janë edhe projektet specifike në fushat të mund të themi se çfarë ju diferencon ju si bank që morët këtë çmim, sepse besoj një standarde të tilla aplikohen edhe nga banka të tjera? Po, patjetër që po, këto standarde janë të domosdoshme tashmë në tregun tonë, dikush më pak dhe dikush më shumë. E para, të qenurit pjesë e një grupi shumë të madh, siç është Intesa San Paolo në botë dhe në Europë, na ndihmon ne që këto standarde i kemi lehtësisht të identifikueshme dhe të aplikueshme. Pra, ne punojmë çdo ditë me një vizion shumë të qartë se ku duam të shkojmë ne në aspektin mjedisor. Pra, cilët janë klientët që neve do të financojmë, si do jetë portofoli jon i krijuar dhe për më tepër çfarë vlere të shtuar do kemi ne në ekonomi nëpërmjet të gjitha këtyre projekteve mjedisore dhe që ka një impakt në jetën tonë të përditshme. Po, aq më tepër në realitetin shqiptar që kemi kaq shumë nevojë, se kemi mangësi pafund. Po, a mund të themi ne, zonja Husa, kush mund të jenë projektet që ju financoni? Ndër më kryesore, që kanë edhe impakt për ekonominë. Atëherë, më kryesoret, ne kemi një grafik shumë të bukur që dhe mund t'ja u sjellim që ta shfaqim. Po. Kryesoret janë parqet fotovoltaike, pra investimet në energji të rinovueshme. Kjo është pjesa që kjo zë dhe pjesën më të madhe të portofolit tonë. Më pas kemi ndërtesat me eficiencën e energjisë, pra financimi i ndërtesave të gjelpta, pra që këto ndërtesat të bëhen sa më kursyese dhe shfrytëzuese në maksimum të energjisë. Kemi transportin e gjelbër, pra ose clean transportation e thënë në gjuhën e standardeve botërore. Kemi pjesën e financimeve të blerjes së shtëpive sociale, mund ta themi, ose të cilat kanë kushte lehtësuese për individët deri në një moshë të caktuar, sepse pavarësisht se këto mbase nuk kanë ndikimin direkt në mjedis, por targetojnë grupe të caktuara ekonomie të cilat kanë nevojë të përforcohen. Gjithashtu, po në të njëjtin aspekt, kemi dhe investimet në biznese në mënyrë që të kalojnë drejt një energjie të pastër, pra që vetë biznesi të përmirësoj proceset e tij me teknologji inovatore, të cilat do kenë një impakt mjedisor të madhshëm në të ardhmen. Po, nga këto që ju po thoni, zonja Husa, kuptoj që ka një ndërthurje, pra nuk është vetëm biznesi me projektet e tij, por është edhe individi, të cilët janë të orientuar, le të themi, drejt investimeve të tilla me kritere mjedisore. Sa të ndërgjegjësuar janë? Ose kush është më pak i ndërgjegjësuar, individi apo biznesi? Atëherë, individi mund të jetë pak më i ndërgjegjësuar, pra nuk është aq i ndërgjegjësuar sa biznesi. Kemi të dhëna që në rritje, pra ky lloj ndërgjegjësimi për momentin është në rritje, nuk jemi më në të njëjtat kushte që kemi qenë më përpara. Kemi klientë që janë të interesuar që t'i bëjnë shtëpitë e tyre sa më eficiente drejt energjisë, pra të investojnë në fotovoltaik që mund të vendosen në terracat e pallateve, që mund të vendosen në termoizolim, në dritare dhe dyer të cilat bëjnë prap ruajtjen e energjisë elektrike. Kështu që dhe individët vetë janë të fokusuar drejt këtyre standardeve të reja që po aplikohen. Gjithnjë e më shumë, pra ka akoma nevojë për ndërgjegjësim. Jo të gjithë mbase mund të kenë dëshirën, por kjo është çështje dhe mundësish, pastaj se në finale çdo gjë ka edhe një kosto. Dhe thënë këtë, mund të themi ne që plotësimi këtyre standardeve është bizneset apo individët e shohin më shumë si kosto apo e shohin si një vlerë që duhen ta zbatojnë? Në këtë moment që flasim, po, shikohet më shumë si kosto, por duhet kuptuar që këto lloj investimesh i japin përfitueshmërinë, do ta japin në të ardhmen. Në rast se bizneset investojnë në teknologji të cilat synojnë
të kursejnë energjinë elektrike, normal që ato do përballen me... Tu kemi problemi se shqiptarit i duan që të jetë direkt shpejta. E di, është tipik, jo vetëm shqiptarët, kudo kthimi nga investimi duhet jetë sa më i shpejt. Por shqiptarët e kanë një çik mbas edhe më të theksuar. Mund të jetë. Por në të ardhmen, investimin në projekte të qëndrueshme ka një benefit shumë të madh për vetë biznesin. Riskjet menaxhohen më mirë, do ketë më pak riske. Teknologjitë më të fundit të mundsojnë ty që të njëjtin produkt që ti nxjerr ta kesh në një cilësi më të lartë. Pastaj, aplikimi të gjitha këtyre të standardeve të hap me tregje ndërkombëtare. Ti nuk do jesh më konkurrues vetëm në këtë ambientin e vogël, pra në këtë shtetin tonë që është Shqipëria, por ti mund të shkosh edhe përtej dhe të jesh po aq konkurrues sa të gjitha kompanitë e tjera që i aplikojnë këto standarde. Të gjitha këto benefite në fakt, Eda, ne do të flasim sa më shumë të kemi mundësi që të ndërgjegjësojmë të gjitha ata që na dëgjojnë për këto benefite që mund të marrin, por vetë nëse ju i zbatoni këto kritere, sistemi bankar, Intesa San Paolo, konkretisht me çmimin që ka marrë, vetë ekonomia shqiptare a është gati për të zbatuar këto parime, këto standarde mjedisore kaq të nevojshme? Që mos jeni si një ishull nëse mund ta quaj kështu. Absolutisht. Atëherë, si funksionon pra pjesa në momentin që dikush interesohet që ti ketë këto standarde pjesë të modelit të tyre të biznesit. Patjetër që ata që ka një kosto që është kosto fillestare e investimit. Por, duke neve funksionojmë në rolin e këshilluesit, nëse ne e drejtojmë ose e informojmë klientin për të gjitha benefitet që ato do kenë nga këto investime që do bëjnë, pra cili do jetë kthimi real nga investimi, jo vetëm atë çfarë ato përfitojnë në mënyrë të dukshme në momentin e parë, patjetër që ato fillojnë ndërgjegjësohen. A është e avashtë kjo? Po, është e avashtë, nuk është se ndodh që të nesërmen të gjithë zgjohen dhe janë të ndërgjegjësuar dhe duan të vinë te ne dhe të përfitojnë nga këto produkte që ne ofrojmë. Është një rrugë që ka filluar. Nuk është se vetëm ofrojnë një financim, le të themi, për individin apo biznesin. Janë edhe konsulent duke i dhënë atij informacionin e plotë dhe të nevojshëm që i mungon në fakt. Që i mungon, po. Lidhur me këtë investim që kërkon të bëj. Kjo është edhe më e rëndësishme. Patjetër që po, duke filluar që nga kuadri regulator që duhet të zbatohet, pra sepse të gjitha këto investime kanë nga mbrapa dhe rregulla që duhet të zbatohen, që të krijohen dhe të jenë të përputhura me standardet që po flasim. Po, zonja Hysi, a ka një raste kur keni refuzuar për shembull të financoni projekte që nuk i kanë këto standarde që ju kërkoni? Tani, normal që po, nëse për të gjitha bizneset ose për të gjitha financimet që bëhet një vlerësim në aspektin e impaktit mjedisor që ky financim do ketë. Nëse impakti mjedisor bie ndesh me këto lloj standardesh, patjetër që ato nuk mund të jenë pjesë e portofolit tonë. Pa llogaritur që synimi cili është neve në 2050-ën, duket sikur është shumë larg, por nuk është aq. Grupi jon ka marrë përsipër që të ketë emetime neto zero të dioksidit të karbonit. Që të bëhet kjo do të thotë që dhe bizneset të caktuara, të cilat operojnë në fusha që caktojnë dotje të larta mjedisore, duhet të transformojnë mënyrën e tyre të bërit biznes që të jenë sa më të pranueshëm për mjedisin dhe të kenë një impakt minimal, se flasim net zero, pra neto do jetë zero, jo se nuk do ketë kur emetime dioksidi karboni. Pra, dhe vetë fusha e aktivitetit të bizneseve është diçka që merret në konsiderat që neve të kemi një impakt mjedisor sa më të ulët. Pra, në varësi të aktivitetit të tyre, bizneset duhet të transformohen që të jenë sa më miqësor me mjedisin dhe të jenë sa më të aplikueshme parimet ose standardet e SG të cilat neve po flasim. Ju në fakt përmendet objektivin e grupit cili do të jetë ai deri në vitin 2050, por a mund të flasim për një të ardhme të afërt, pra kush janë objektivat tuaja si bank për një 5 vjeçar, paktën flasim për realitetin shqiptar gjithmonë. Atëherë, në 5 vjeçarin e ardhshëm ne synojmë që rolin ton si pra dhe çmimin që kemi marrë, këtë rol që kemi aktualisht në treg,
ta përforcojmë edhe më shumë në përmjet ofrimit të produkteve të reja, pra jo vetëm produktet ekzistuese që ne kemi për klientët tonë biznese, korporata, ndërmarrjet vogla dhe të mesme, persona fizik, por edhe individ, por ta zgjerojmë edhe më shumë gamën e produkteve tona. Të forcojmë rolin e të qenit një këshillues për biznesin dhe nga ana tjetër të vazhdojmë me ndërgjegjësimin e të gjithë sektorit se sa e të rëndësishme janë aplikimi i këtyre standardeve që mos të shikohen thjesht si kosto, por dhe si përfitueshmëri në të ardhmen për të gjitha bizneset, por edhe për individët. A mund të themi ne se financimet të projekteve të tilla mund të jenë edhe me kushte më të favorshme për të nxitur dhe për të zhvilluar më tej plotësimin e këtyre standardeve? Patjetër që po, të gjitha atëherë çdo gjë që bie nën ombrellën, pra nën këtë grupin e madh të këtyre financimeve, patjetër që ofrohet me kushte më të favorshme për klientët. Se çdo gjë tjetër. Se çdo gjë tjetër. Produkt tjetër financimi. Se çdo gjë tjetër, sepse jo vetëm ne jemi të interesuar, ne kemi një grup që na suporton në ofrimin e kushteve më të favorshme për këtë lloj klientësh, por dhe institucione financiare ndërkombëtare, siç është Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERGI, apo siç është Banka Europiane e Investimeve, EIB. Të gjitha këto janë të interesuara dhe kanë paketa lehtësuese që nëpërmjet sistemit bankar ofrojnë kushte më të favorshme për të gjitha bizneset. Është një zinxhir i tërë për të mbritur deri te konsumatori final dhe për ta nxitur atë për të plotësuar këto standarde. Patjetër, nuk jemi ne të vetmit që japim këto lloj shërbimesh. Në bashkëpunim me pra pikërisht me këto institucione ndërkombëtare financiare, ne ofrojmë edhe kushte më lehtësuese edhe për individët, por edhe për bizneset. Edhe atje preke në fakt gjatë bisedës, por me qenë se jemi në fund të kësaj hapësire televizive, një mesazh që mund t'ju themi individëve, por edhe bizneseve që e shohin ESG-n apo plotësimin e këtyre standardeve mjedisore e shohin më shumë si kosto. Çfarë mesazhi mund t'i themi? Po, në kushtet që ne flasim tani mund të duket si kosto. Në të ardhmen absolutisht jo. Të gjitha investimet të cilat do bëhen që neve të kemi një impakt mjedisor sa më të ulët, do japin përfitueshmërinë e tyre, sepse biznesi vetë do investojë në teknologji të reja dhe inovatore, të cilat do ulin riskjet dhe do mund të kenë një kthim më të lartë investimi nga ai që kanë tani. Do hapen ndaj tregjeve të reja, pra nuk do kenë një konkurrueshmëri më të madhe dhe në fund të ditës do bëjnë atë që është më e rëndësishme për planetin në cilin neve jetojmë. Na shërben të gjithëve. Na shërben të gjithëve, nuk është kaq e ngushtë. E kuptoj. Uroj dhe shpresoj që këto standarde të jenë pothuajse në çdo projekt apo financim që kërkohet dhe vjen pranë bankës tuaj, por jo vetëm. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione, kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit ty, ishte gjithashtu një kënaqësi. Faleminderit. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision. E bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Mirupafshim.